Anton Koseri është rizgjedhur kryetari i dhomës së avokatisë në Shkodër për një mandat të dytë 5 vjeçar. Koseri arriti të marrë 47 vota dhe duke u shpallur fituesi këtyre zgjedhjeve, mandati i dytë i Koserit pritet të fokusohet në forcimin e standardeve profesionale, mbrojtjen e interesit të avokatëve dhe promovimin e integritetit në praktikën ligjore në Shkodër. Procesi ka shkuar mjaft mirë, është hera e parë që ky proces zhvillohet në praninë e mediave dhe ky është një lajm pozitiv për dhomën e avokatisë Shkodër, tashmë po themi e rigjeneruar në kohët e fundit. Dhe kjo garanton edhe transparencë të procesit. Tani sapo u zgjedh sekretari i dhomës avokatisë, pra u bë publik edhe lajmi për sekretarin, ndaj kjo është një gjë pozitive edhe për gjithë avokatët, por edhe për vetë institucionin e tërësi, por edhe për publikun, të cilët tashmë njihen se në Shkodër ka një dhomë avokatike e cila funksionon, ka zgjedhje, ka institucione brenda dhomës avokatisë dhe që përfaqësohen në organet drejtuese të dhomës avokatisë së Shqipërisë. Në këto 4 vite, bashkë me kolegët e mi të cilët do zgjidhen si antar të komitetit të këshillit të përgjithshëm, pra kryesia po themi e dhomës, do të ndërmarrim të gjitha nismat tona për të përmirësuar punën e avokatëve, për të marrë pjesë më tepër në organet shtetërore, për të qenë më të rëndësishëm në vendimarrjet të organeve shtetërore, po sidomos në të gjitha proceset gjyqësore. Një drejtësi e shëndosh ka 3 shtylla, që janë gjykata, prokuroria dhe avokatia. Avokatia nuk mund të mungojë. Një avokati e dobët është jashtëzakonisht e dëmshme si për procesin ligjor, por ashtu edhe për të drejtat e individit në një proces të rregullt ligjor. Ndaj është jashtëzakonisht e rëndësishme forca e avokatit në çdo lloj procesi, procedure administrative, gjyqësore etj. Vizioni jonë do të jetë forcimi i dhomës avokatisë dhe ato sfida që na përkas në 4 vitet e ardhshme është lufta ligjore, kuptohet, për të rikthyer gjykatat që janë hequr Shkodrës, gjykatën administrative shkallës parë dhe gjykatën e apelit. Që shpresojmë të arrijmë kjo me mirëkuptimin e organeve që kanë fuqi vendimarrëse në lidhje me këtë problem. Në votim morën pjesë 87 avokatë.